إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri I nefseve tona dhe sherrri I punëve të këqija. Kënd udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe kënd devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, sot është hutbja e 5 me radh në lidhje me vlerat kuranore në marrëdhëniet mes njerëzve. Kemi folë se vlera e parë është morali I mirë, vlera e dytë është drejtësia me të gjithë, vlera e tretë përdorimi I fjalëve të buta, vlera e katërt shmangja e talljes dhe përqeshjes, për cilën folëm javën e kaluar. Sot do të flasim për shmangjen e mendimit të keq. Neve imani edhe feja na ka bën vllazë. Po jo vetëm neve që jemi bijtë e një populli, por neve imani dhe feja na ka vllaznuar me gjithë I tharët e shahadetit. Për çat thot Allahu subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë thot Allah, besimtarët janë vllazë. E tash ajo që na lidh neve është besimi. Edhe janë, domethënë, botkuptimet që I kemi për njeriu, për jetën, për botën tjetër, për drejtësinë, për vlerat. Këto neve na bashkojnë. Na bashkon safi, na bashkon namazi, na bashkon besimi, na bashkon mendimi I mirë e kështu me radhë. E tash mendimi I keq. Mendimi I keq çka është për qëllim? Me paragjiku dikant ose me gjiku pa argument. Me marrë një qëndrim negativ ndaj dikujt ose me dhënë një paragjikim pa argument. Kjo është, domethënë, sikur ato minat kur do me shkatruni, domethënë me shemb një ndërtesë, çfarë përdorin mina, po. E mendimi I keq, domethënë I prish marrëdhëniet ndër njerëzore, ashtu sikurse të themi, domethënë, ato mjetet shpërthyese që I rrënojnë dhe I shembin ndërtesat. Për çat, ti do me ndërtu raporte korrekte, të mira ndër njerëzore, duhet me shmang mendimin e keq. Unë do të flas në këtë hutbe për strategjinë qysh me shmang këtë mirë. Se mendimi I keq ti thuish gati sa është e çdo njeri, mirë po besimtari di me bashkëvepru, me ul, me shujt, me shmang, me hek, me shfuqizu mendimin e keq. Se mendimi I keq bambakit të shumica e njerëzve është prezent. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, ju drejtohet besimtarëve në surën Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Që do thot, o ju që keni besuar, largohuni nga shumë prej mendimeve të këqija. Sa ato mendime të këqija janë gjuna. Mendimi I keq për dikan është gjuna. Këtu du me vu theksin mbi një çështje tjetër. Domethënë, mu rujt dhe me qenë vigjilent dhe mendimi I keq. Ka mundësi për shembull dikush është I njohur për mashtrim. Ka dini njëri njohin krejt sa është rënavec, është mashtrues. Me mujt me ti marr parat, ti merr parat. Këtu, a është gabim me pas mendim të keq për njerëz të këtill, që mundet me të mashtru, që mundet me të rrethu, që mundet me të... Jo! Këtu besimtari është vigjilent. Prandaj, me qenë I kujdesshëm ndaj atij që mundet me të shkaktu një rrezik, kjo nuk është mendim I keq. Me qenë I kujdesshëm, mu urujt vëlla. Mu urujt. Ka do njerëz për shembull, ka do njerëz të cilët janë manipulator,
njerëz, do me thonë, janë njerëz gënjeshtar, të cilët nuk zgjedh mënyra i qysh më arrit deri te pasuria jote. Shpesh edhe këtu në xhamia, e ki pa vjen dikush për shembull, ka bo vaki disa herë, vjen dikush thotë unë e kam gjendjen kështu, s'është problem vëlla, mujna me të ndihmu. Shko merre një letër në Bashki Islame, ato atje verifikojnë pak, se ne nuk jena këtu, nuk kemi zyre për verifikimin e njerëzve, a i kanë të vërtetë allafat, as i kanë dokumentacionin e vërtetë, as i kanë. Shko atje merre, kur vjen këtu, nuk pranojnë. Nuk pranojnë. Kjo është manipulat. Këtu duhet me pas besimtari, kur themi duhet me pas mendim të mirë për vllaun e vet musliman. S'do me thonë me qenë naif, jo naif, jo mendje lehtë. Jo me qenë, do me thonë, pespare njëri, jo. Besimtari është vigjilent. Megjithatë, mendimi i keq do me thonë ti kur s'ki kur një çfarë as argumenti. As argument të drejtë për tet, as argument të tërthort. Nuk je për gabimin e dikujt, ati e gjikon sikur sa i ka bërë gabim. E që kjo zba. Që kjo i rënon familjet, e rënon farefisin, lidhet farefisnore, e rënon shoqnin, i rënon raportet me kojshit e kështu me radhë. Kjo është smuje. Pra dhe këtë duhet me e largu. Pra dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Fejnë dhanne e këdhebul hadith. Ruhuni nga mendimi i keq. Se mendimi i keq është fjala më gënjeshtare. Ti faktikisht po vendos për diçka, a nuk është ajo çashtu që i tu mendu ti. Nuk është çashtu që i tu mendu ti. Prandaj ka njerëz të cilët subhanallahu jetojnë me mendime të këqija. Kush jeton me mendim të keq për të tjerët? Kush mendon? Nuk është rahat në shpirtin e ti. A do më konë rahat? Mos e ngarko veten me mendime negative. Ajo është një energji e keqe, mendimi i keq për të, pse më foli, pse më boni, pse shiri, pse erdh, pse nuk erdh, pse... Do me thonë, edhe me gjiku këto veprimet njerëzve. Njerëzit e kanë jetën e vetë. 99% është nuk ka lidhje të bëje kur gjo me ti. A njerëjo e ngarkon dhe stërngakon vetën me mendimet këtilla dhe ja vështirëson vetë. Edhe një shoqëri, edhe një familje, edhe një farefis, ku është i përhapur mendimi i keq për tjetrin, do me thonë janë pikë e pesë, nuk bën rahat, vazhdimisht ka thashe theme, vazhdimisht ka komente të këqija. Prandaj, çka është ilaçi i krejt kësaj? Ilaçi është i krejt kësaj, rahatoje shpirtin tënd, o vëlla, pre mendimeve të këqija, se në radhë parti kimi i bo mirë vetës. Prandaj parashtrohet pyetja, cila është strategjia për mu liru? Se unë e kam përshtypjen, shpresoj që t'jem gabim, se ne kemi, do me thonë, vujmë pre mendimeve të këqija për njëri tjetër. Parasive, do me thonë, mi bo lajka njerëzit, mi fol, mi kesh ma shpine më njerë mi fol keq. Problema është këtë dukuria është e keqe. Feja jonë, kultura jonë nuk në mëson një gjëtë këthilë. Duhet njeri mu liru për e këtyre ngarkesave. Mos me mendu për si callin se deshti me të bo diçka. Ta than një fjale, pat përket për qëllim. Erdhë më këshiri, së më këshiri, shkoj, boni, zboni, utaku matë, foli me këtë kanet matë, kapi. Leni këto mendimet negative. Strategjia për mu liru. Cila është strategjia, parashtrohet pyetja? Si të lirohemi ne nga kjo që bën vaki, në me thonë një ves i cili na sillet vërdall çdo ditë prej mëngjesit deri në mbrëmje. E para, mundohu me gjetë arsyetime. Se mundet diçka një fjalë kur e ndigjon me të vra keq, si thënë populli si thotë. Me të vra keq, me menduti. Mundesh për shembull një fjalë që e ndigjon për një shoku tant ose mundesh me e kuptu mirë edhe me e kuptu keq. Tuti variantat janë, do me thonë, të mundshme. Tuti opsionet. Mundohu me gjetë arsjetime. Dhe është një fjale Omerit radiallahu anhu, Omer ibn Khattabit, i si thotë, mundohu që veprimeve ose fjalëve që vinë nga vllau yt, mi u gjetë arsjetime. Mundohu deri në 70 arsjetime mi gjetë. Mos e pat këtë jo, mos e pat këtë 70 arsjetime. Në fund, nëse mas 70 arsjetimeve s'munesh me gjetë një arsye për me arsjetu ata, atër të ndoshta unë e besë jam të kuptu mirë. Kjo është strategjia e parë. Mundohu me gjetë arsjetime njerëzve. Apo nuk e se mos u bani prirur që me i komentu këtë negativisht fjalët.
Edhe vallahi, subhanallah, me ju thonë drejten, kur lexojsha material për tefsiret, Kuranit, e hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a dini sa mos marrveshje, sa probleme, sa tashetheme zgjidhen nëse ne i zbatojmë që këto porosi kuranore. A dini sa muhabete, sa hasëmllëqje, sa keq kuptime zgjidhen nëse ne që këto i zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Edhe a dini sa rahatve njeri është me bom, në me thonë, mi zbatu që këto fjalë të Allahu subhanahu wa taala, o ju që i keni besu, largohuni nga mendimi i keq. Sa ato janë gjuna, mendimi i keq është gjuna. Mendimi i keq është gjuna. Është gjuna i madh madje. Është gjuna i madh me mendu keq për besimtarin pa argumente. Pejgamberi sa një herë ishte duke bo tavaf në Qabe, edhe tha, o i Qabe, folke vetë me vete, po e ndëgjëshin sahabët, pejgamberi sa tha, sa e shenjtë që je, sa i madh është haki yt, po i thot pejgamberi Qabës, edhe duke bo tavaf. Mirë po, shenjtëria e muslimanit, thot pejgamberi është më e madhe se shenjtëria jote. Për çatë Allahu e ka ndalu gjakun e muslimanit, pasurin, nderin e tij dhe me mendu keq për ta. Kjo është hadithi pejgamberit. Ka ndalu Allahu me në përkom gjakin e besimtarit. Ka ndalu me në përkom pasurin e besimtarit. Ka ndalu me në përkom nderin e besimtarit. Mi abo muhabetin, me shkel dinjitetin e tij, nderin e tij, familjen e tij. Me shkel. Ka ndalu këtë Allahu subhanahu. Po e ka ndalu edhe me pas mendim të keq për besimtarin. Me pas. Mi thonë dikuj, mo se kjo nuk, thot ty, se unë e një, sa her keq me nënë, sa her keq ban. Ndoshta ka mendu dhe një her keq, po s'mundet sa her me mendu e keq. Prandaj mendimi i keq për besimtarin është, do me thonë, është me i hin hak besimtarit. Dhe është një gjuna që është më i madh sa me i hin hak Qabës, Zotin e luj. Qabja, vendi toka më e shenjtë, xhamia e parë në ftyrën e tokës, me shku me dëmtu xhamin, nuk është më keq se sa me dëmtu nderin, pasurinë, në thonë, ose dinjitetin e besimtarit muslimanit. Prandaj këto gjona duhet me i pas parasysh. Pra është gjuna i madh. Pra e para, strategjia, në thonë, pika e parë e strategjisë për të liruar nga ky ves është mundohu me gjetë arsyetim. Për një veprim, një fjalë, një gjest që mund ta bëje vllajt musliman. Ta ka zonë vendin e parkingit, ose ka thonë një fjalë, ose ka shku atje, ose të ka këshirë, ose kështu me radhë. E dyta, mos u ban vezvese, mos u ban shmangi vezveset. Me mendu sa herë se dikush do me të bëj keq ti. Kjo është një lloj edhe, subhanallahu, kjo është edhe lloj smundje psiqike. Me mendu vazhdimisht se dikush ti do me të dëmtu. Kjo është një lloj skizofrenisë. Se skizofrenia çka është skizofreni? Skizofrenia është me mendu se çdo njeri që ka afrohet do me të bëj dëm. Për çfarë ato i sulmojnë njerëzit ato skizofrenë, Zoti na ruaj. Po është një lloj, domethënë, është një lloj smundje edhe kjo psiqike. Largohu prej vezveseve. Mos u mundo me komentu gjanat vetëm kjo. Dhe përqendrohu vetëm tek ajo që është e dukshme. Fundit në nijetet nuk i dimbe, nijetet i di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo është strategjia e tretë. Pika e tretë. E para, do me thonë, gjej arsjetime, e dyta, largoju vezveseve, vezvese njëri që shka mendu se i bëhet për qëllim me dëmtu ata. E treta, përqendrohu te ajo që është e dukshme. Mos i gjikoni jetët e njerëzve. Me thonë, vallai, pat që ketë për qëllim. Ti e ki që ke qëllim, ti kur thave kështu e po mirë, ku e di ti që ka njeri për qëllim. Ata që e mshef njeri në zemrën e ti, ata e di, po e di para ti, e di Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk e di, ne jemi të obligum që njerëzit mi vlerësu si pas asaj që duket nga pjesa e tyre, nga ana e tyre jashtme. Ne bashkëveprojmë me njerëzit në bazë të asaj që duket. Nëse duket që është korrekt, do ta trajtojmë të tillë. A çka mshef ai? A është munafik? E mshef të keqen, e shfaq të mirën, e bën lajka, bën diplomaci, bën fytyra e kështu me radhë. Mundohet të shese diçka që se ka. Ata nuk e dim ne. Ata e gjykon vetëm Allahu subhanahu wa taala.
Për çatë ditën e gjykimit, njeriu do të vlerësohet si nga ajo që është duk prej tij, do të vlerësohet edhe zemra e tij. Kur do të dalin në shesh sekretet ato Allahu subhanahu. Yawma tubla sarair. Atë ditë kanë me dalë në shesh sekret është ajo. Ata e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse i respektojmë që këto parime, shumë prej raporteve tona, duke fillu nga familja, farefisi, fqinjet, besimtarët, në xhamin, punë, kudo që jemi, do të normalizohen. Sepse ne kemi shumë gjona që na lidhin, na afrojnë. Feja jonë neve na afron me njëri tjetrin në saf, na afron në botkuptime, na afron në gjona të mira, na afron ato që ta synojnë të mirën. A ki pa kur e ki dinja sikur se ti, cili do me bo hajr, do me bo mirë, do me ndihmu të tjerat. Kjo ta afron ma të njëri. Edhe mos lejojmë që shajtani nëpërmjet, këtyre mendimeve të këqija, se mendimi i keq është gibeti i zemrës. Se njeri mundet me fol me gojë për të tjerët, po mundet edhe me mendu keq. Të folurit e keq për tjetrit me zemër quhet gibeti i zemrës. Dhe kjo, si që thash edhe në fillim, i shem raportet tona ndër njerëzore. Ta largojmë këtë ves, do të vërejmë, përmirësim në raportet tona në të gjitha nivelet. Allahu na mëson të gjithë. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.